إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره ليوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. Në mësimin e kaluar nga libri me titull Gjawami al-Ad'iyat an-Nabawiyya, pra duat për mbledhse pejgamberike, ku autori i librit Sheikh Abdulrazak Abdul Muhsin Abbad al-Badr, Allahu e ruajt atë dhe t'jadhin, thot në vazhdimin e komentimit të hadithit Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Pra lutjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, cili lutej dhe thoshte: o Allah, vërtet të kërkoj ty udhëzim, devotshmëri, pastërti dhe ruajtje morale dhe pasuri. Thot Sheikhu, Allahu e ruajt, ndërsa fjala e tij el-afaf, kurse transmetimi el-iffa, është pastërtia morale. Ka për qëllim që Allahu i lartësuar t'i dhuroj robit pastërtin dhe ruajtjen nga çdo gjë që Allahu e ka ndaluar. Kështu pra lidhja e saj me fjalën e takwa, me devotshmërinë, është nga lloji përmendjes së të veçantës pas të përgjithshmes, nëse e kufizojmë pastërtinë morale në diçka të caktuar. Përndryshe, është nga lloji përmendjes së fjalëve të ngjashme, pra i sinonimeve. Pra edhe at-tuqa wal afaf, tuqa nga njerë komentohet me të ruesh nga zemrimi i Allahut, të ruesh nga ndalesat e Allahut, të ruesh nga dënimi i Allahut. Prandaj përjason, pra mund të jetë sinonim me fjalën el-afaf, pastërtia morale, ruajtja nga gjërat e dyshimta, jo vetëm të ndaluara, por çdo gjë e dyshimt. Pastërtia, thot Sheikhu, është që njeriu të largohet nga çdo gjë që Allahu nuk e ka lejuar. Pra ka të bëjë me të gjitha ndalesat që i ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa fjala e tij el-ghina, pra i kërkoi Allahut pasuri, pasuria ka për qëllim panevojshmërinë ndaj çdo kujt tjetër përveç Allahut. Domethënë të mos ketë nevojë për krijesat, as për askënd tjetër përveç Zotit të tij të lartësuar subhanahu wa ta'ala. Nëse Allahu ja jep njeriu këtë dhe e bën të mos ketë nevojë për krijesat, ai bëhet i nderuar dhe fisnik në shpirt dhe jo i porulur. Pra i keni parë njerëzit që lypin, nuk i kanë këtë cilësi. Janë të poshtruar, të porulur, të përçmuar, të varfër, edhe në shpirt. Sepse nevoja për krijesat është poshtërim dhe përçmim, ndërsa nevoja për Allahun është fisnikëri dhe adhurim, dhe krenari dhe ngadhnjim. Prandaj ai sallallahu alaihi wasallam i kërkoi Allahut mjaftueshmëri dhe neve na takon të ndjekim profetin ton sallallahu alaihi wasallam në këtë lutje dhe të kërkojmë Allahut udhëzim, pra devotshmëri, pastërti morale dhe pasuri. Dhe në këtë ka argument se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk posedon dhe nuk zotron për veten e tij as dëm dhe as dobi. Pra po ja kërkon Allahut. Dhe se ai që i zotëron të gjitha këto është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu lartësuar në fjalën e tij, thot kur përshua pejgamberi selam dhe thot: "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha Allah, wa law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr, wa ma massani as-su, in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala këtë ajet, thuaj o Muhammed, nuk posedoj për veten time as dobi dhe as dëm, përposa asaj që dëshiron Allahu. E nëse do ta dija, do të kisha dijen e të fshetës, do të bëja mirësi të shumta për veten time dhe nuk do të mbrojtiste asnjë e keqe. Unë nuk jam tjetër veçse i parlajmërues dhe përgëzues
për ata njerëz që besojnë. Po ashtu kjo është argument për pavlefshmërinë e atyre që lidhen me të ashtu quajtur aulija dhe njerëzit e mirë për të sjellë dobi apo për të larguar ndonjë dëm, siç bëjnë disa të paditur, sepse ata që u lutën në vend të Allahut, ata vetë nuk zotrojnë asgjë për veten e tyre, as si grimc. Po janë, sidomos ata që janë të vdekur, ata kanë nevojë për duat tona. Allahut për ta. Allahu lërsuar i thot profetit të tij sallallahu alaihi wasallam: "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Thot, thuaj o Muhammed, unë nuk ju them se i kam në dorë depozitat e Allahut, as nuk e di të fshetën, dhe nuk ju them se unë jam një melek, pra një engjël. Dhe thot i lartësuari, pra si që përmendëm, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha Allah." Thuaj o Muhammed, unë nuk zotëroj për veten time as dobi e as dëm, përveç asaj që dëshiron Allahu. Dhe thot i lartësuari, "Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni la yujirani min Allahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Illa balagha min Allahi wa risalati." Vazhdimi i ajeteve. Thuaj o Muhammed, unë nuk zotëroj për ju as dëm dhe as udhëzim. Thuaj, askush nuk mund të më shpëtoj nga ndëshkimi i Allahut, dhe tek askush nuk do të gjej tjetër stre përveçse tek ai. Pra pejgamberi selam çfarë ishte? Inna illa bashar, unë jam një njeri. Pra një qenë njerëzore sikur ju. Edhe na dha pra shembull më të lartë që si ta lutim Allahun subhanahu wa taala në gjëra që na bëjnë dobi në këtë botë dhe në tjetrën. Pra njeriu duhet ta di se njerëzit sado pozit apo vlerë të kenë tek Allahu i lartësuar, ata nuk janë të denjë që ti lutesh. Pra ky është tauhidi. I merituari, i denjë, i përsosuri, ai që posedon çdo gjë, dhe që ne duhet të lutemi ekskluzivisht vetëm Allahu subhanahu wa taala, apo që të adhurohen në vend të Allahut subhanahu wa taala. Madje ata vetë distancohen krejtësisht nga ata që i lusin ata në vend të Allahut të lartësuar. Isa alayhis salam, kur Allahu i tha atij pra dialogu midis Allahut subhanahu wa taala dhe Isait alayhi salatu salam, thot, siç ka ardhur në surën Al-Maida, "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam." Por kujto kur Allahu i tha, o Isa i biri Merjemës, "A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah?" Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Por kujto kur Allahu i tha Isait të birit Merjemës, o Isa i birit Merjemës, a je ti që u the njerëzve, pra pasuesve tu, merrni mua dhe nënën time si dy të adhuruar përveç Allahut? Ai tha, i pastërsh nga të metat dhe i përsosur je ti. Nuk mund të them, nuk është për mua të them atë për të cilën unë nuk kam të drejtë. Pra e mohojnë ata që njerëzit janë lutur përgjithsisht përpos Allahut çfarë? E mohojnë këtë gjë. Pra nuk është e drejtë e Isait alayhis salam e askujt tjetër që të thot njerëzve, më merrni mua si të adhuruar përveç Allahut. Pastaj vazhdon përgjigjja e Isait alayhis salam, thot, "In kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allaha rabbi wa rabbakum." Pra i thon tauhid. Thot, nëse kam thënë këtë, vërtet ti e di çka në shpirtin tim, ndërsa unë nuk e di çka në veten tënde i lartësuar. Vërtet ti je i dishmi të fshetave, unë nuk u kam thënë atyre asgjë tjetër veç asaj që ti më ke urdhëruar. Adhuroni Allahun Zotin tim dhe Zotin tuaj. Pra çështja të rësisë takon vetëm Allahut dhe është nën urdhrin e tij. Ai është dhuruesi dhe ndaluesi. El-Mu'ti wal-Mani' janë emra prej emrave të Allahut subhanahu wa taala. El-Mu'ti, ai që jep, wal-Mani', ai që të privon, pra që ndalon që të arrijë ty diçka, qoftë ajo e mirë apo e keqe. Pra udhëzimi
devotshmëria dhe gjithçka që lidhet me to janë nga cilësitë e dhurimit, ndërsa devijimi dhe ndëshkimi dhe ato që lidhen me to janë nga cilësitë e ndalimit, pra të privimit. Ai i përsosur dhe i patmeta i ndan krijesat e tij mes dhurimit dhe ndalimit, pra privimit, dhe e gjitha kjo buron nga një urtësi e plot dhe e përsosur. Pra Allahu subhanahu wa taala është i përsosur në emrat e cilësitë e tij dhe është i përsosur në veprat e tij. Është i përsosur në veten e tij dhe veprat e tij janë të përsosura dhe urtësia e tij është e plotë dhe e përsosur. Dhe gjitha kjo do të buron nga një urtësi e plotë dhe e përsosur, aleikum salam. Dhe sundimi i përsosur dhe lavdrimi i përsosur, që duhet i bëjnë krijesat atij. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut dhe pra la ilaha illa hu wa la rabba siwa, dhe nuk ka zot tjetër përveç tij. Dhe udhëzimi është i pari ndër këto 4 kërkesa, pra lutje. Dhe është më i larti, më i madhi dhe më gjithëpërfshirësi në mirësi. Sa bukur shpreh Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft. Shive, mbajini mend këtë citate. Thot Sheikhul Islam Ahmed ibn Abdul Halim Ibn Taymija, Abul Abbas e ka pas nofkën, Allahu mëshiroft. Ka thënë, prandaj lutja më e dobishme, më madhështore dhe më e mençur është lutja në surën Al-Fatiha. Na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre që ti u ke dhënë begati, pra i ke kulmuar me begatitë tua, jo në rrugën e atyre që kanë merituar zemrimin, as të atyre që kanë humbur. Sepse nëse ai, pra Allahu e udhëzon robin në këtë rrugë, e ndihmon atë për të qenë i bindur ndaj tij dhe për ta braktisur gjunahun, atëherë atë nuk e godet ndonjë e keqe as të këtë botë dhe as të tjetrën, por gjunahet janë nga vetë natyra e njeriut dhe ai ka nevojë për udhëzim në çdo çast. Ai ka më shumë nevojë për udhëzim se sa për ushqim dhe pije. Dhe nuk është ashtu si thonë disa komentues se Zoti e ka udhëzuar robin. Përse atëherë ai e kërkon udhëzimin? Dhe se qëllimi i kërkesës për udhëzim është, dëgjoj këtë, qëndrueshmëria apo kërkimi i më shumë udhëzimit. Pra nuk mjafton që vetëm Allahu të udhëzojë, të orientojë, por të t'japi përqendrim në udhëzim dhe sukses deri në vdekje. Se siç udhëzohesh, edhe devijohesh, lakon, humbet. Se ka pengesa, sidomos kohën tonë, koha e ignorancës. Ignorancë e thellë mbi tekstet fetare. Ku njeriu mendon se çka ka arritur në dynja, i ka nga vetja e tij, nga zgjuarësia e tij, nga puna e tij, nga aftësitë e tija. Zot na rujt. Përkundrazi, robi ka nevojë që Zoti i tij t'i mësoj atij se si të veproj në hollësitë dhe detajet e gjendjeve të tij, dhe për atë që lind dhe buron nga hollësitë e çështjeve të tij çdo ditë, dhe që ai t'i jap frymëzim për ta vepruar atë, pra hajrin, aty që kënaq Allahun, që të bën dobi në të botën tjetër, sepse nuk mjafton vetëm dituria e tij, pra që Allahu i ka dhënë tashmë. Nëse Allahu nuk e bën atë që ta dëshiroj punën sipas dijes si ka, përndryshe dija do të ishte argument kundër tij dhe ai nuk do të ishte i udhëzuar. Sa njerëz ka që hafiza Kurani, janë shkolluar, kanë diploma, në mburën me diplomat e tyre. Ku janë ata me veprimin e urdhresave? Ku janë ata me largimin dhe ruajtjen nga ndalesat? Ku janë ata me urdhërimin për ndalimin nga e keqja? A janë ata shembull në ftesën e Kuranit dhe Sunetit pas studimit të selefëve? Kanë dije. Apo i gjejmë si musliman të rëndomtë, i gjejmë me të prishur, me të shtururit, i gjejmë që nga rendin pas dynjas. Pra ka dije, por se Allahu nuk ja ka mundsuar që të punoj me dijen e tij. Se ka bërë të dashur punën me këtë dije, ftesën e këtë dije. Apo jo, vëllezër? A është realitet ky i prekshëm? Është. Është për të ardhur keq. Pra dhe që Allahu t'i jap atij frymëzim për ta vepruar atë, sepse nuk mjafton vetëm dituria e tij që Allahu i ka dhënë. Nëse Allahu nuk e bën atë që ta dëshiroj veprimin sipas dijes që ka, pra t'i pastroj Allahu zemrat, që kemi në krahëror. Por ndryshe dija do të ishte argument kundër tij
dhe ai nuk do të ishte i udhëzuar. Dhe robi ka nevojë që Allahu ta bëjë të aftë për të vepruar sipas atij vullneti të mirë, sepse ndryshe nuk do të ishte i udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra në rrugën e atyre që Allahu i ka begatuar prej pejgamberëve, të sinqertëve, dëshmorëve dhe punëmirëve, Allahu na bëf prej tyre. Dhe me ta, përveç se me këto dituri, me këtë vullnet dhe aftësi për këtë gjë, dhe përfshihen në këtë edhe lloje të tjera nevojash që nuk numërohen. Për këtë arsye njerëzit janë të urdhëruar ta bëjnë këtë lutje në çdo namaz, pra el-Fatihan. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim, ghayril maghdubi alehim waladdallin. Pra për këtë arsye njerëzit janë të urdhëruar ta bëjnë këtë lutje në çdo namaz, për shkak të nevojës së tyre të madhe për të. Nuk ka asgjë që u nevojitet atyre më shumë se kjo dua, pra se leximi i Fatihas. E kupton paksa vlerën e kësaj lutje ai që vëzhgon gjendjen e vetes së tij. Pra merr në analizë veten, thotë shehu Ibn Taymija rahmetullahi alayh. Dhe shpirtrat e njerëzve dhe xhindëve që janë të urdhëruar me këtë lutje, dhe sheh çfarë ka në shpirtra nga padituria, pra ignoranca, dhe nga padrejtësia që sjell fatkeqësinë e tyre në dynja dhe në ahiret. Dhe kupton se Allahu me mirësinë dhe mëshirën e tij e ka bërë këtë lutje nga shkaqjet më të mëdha që sjellin të mirën dhe pengojnë të keqen. Ndërsa at-tuqa, devotshmëria, ajo është porosia më e madhe. Dhe Kurani nga fillimi deri në fund urdhëron për devotshmëri dhe nxit për të. Ai sa nuk është përmendur në Kur'an diçka më shumë se sa ajo. At-taqwa. Devotshmëria, përkushtimi, të respekti, ruajtja nga zemrimi dhe ndëshkimi i Allahut. Ajo është këshilli i Allahut për brezat e parë dhe të fundit nga krijesat, dhe nuk ka pushuar dhe rreshturi se këshilluari për të, që nga krijimi i botës, ashtu si thot Allahu lartësuar në librin e tij fisnik, thot: "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Vërtet që ne i kemi porositur ata që janë dhënë librat përpara jush, edhe juve të keni frikë Allahut. Porosi madhështore. Ajo është ftesa e parë e pejgamberëve dhe shenja dalluese e miqve të Allahut. Pra do të shikosh njëri që është mik i Allahut, shive sa i friksohet Allahut subhanahu wa taala. Sa i zbaton urdhësat e tij dhe sa ruhet nga ndalesat e tij. Ky është ai waliu, ky është ai miku i Allahut, ky është i dashuri i Allahut. Ky është i zgjedhur i Allahut. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu kanu yattaqun. Pa dyshim se për miqtë e Allahut nuk ka as frikë, as pikëllim. Kush janë ta? Alladhina amanu, ata që besojnë, që kanë akiden e saktë, besimin e saktë, wa kanu yattaqun, dhe janë të devotshëm. Këta janë miqtë e Allahut. Allah na bëj prej tyre. Ajo është ftesa e parë e pejgamberëve dhe shenja dalluese e miqve të Allahut. Poseduesit e saj janë ata që kanë përfundim të mirë. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Lexoj Kur'anin çfarë ka premtuar Allahu për të devotshmit. Inna al muttaqina fi jannatin wa uyun. Të devotshmit janë në xhenete, pranë kopshte dhe uyun, burime, lumej, që ka rezervuar Allahu atyre. Të ulur në vende të nderuara, pranë sunduesit të plotfuqishëm. Ajo është gjëja më e mirë që përfiton robi në këtë jetë. Ka transmetuar Ebu Nuaimi, një dietar, ka shkruar një libër Hilyatul Awliya, nga Muhammed ibn Yazid al-Rahabi, i cili ka thënë: "I është thënë Abu Dardas radhiyallahu anhu, po ti përse nuk thur poezi, që do të thotë nuk thua poezi, sepse nuk kishte asnjë shtëpi për shtëpive të ansarëve, verse ishte në të dikush që thurte poezi." Pra ansarët kanë qenë të shuar për poezi, të dobishme, të hajrit, bukura. A i tha: "Edhe unë kam thënë poezi, dëgjojeni." Ka thënë: "Ti plotësohen dëshirat njeriu shpreson, por nuk jep Zoti verse çfarë ai dëshiron. Thot njeriu, përfitimi im e imja është pasuria, e përfitimi më i mirë është devotshmëria." Me 4 vargje, pra na ndryshoi dhe na kënaqi Abu Dardaja radhiyallahu ta'ala anhu. Pra nuk ka asnjë të mirë, të shpejtë apo të mëvonshme, pra nuk bota apo tjetër, përveç se devotshmëria është rruga që të çon tek ajo. Të Allahu lartësuar: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya uli ila al-bab." Furnizoni, sepse padyshim se furnizimi më mirë është devotshmëria. Më friksoni vetëm mua, oj që posedoni mendje edhe intelekt.
dhe nuk ka si të keqe të shpejta apo të mëvonshme, të jashtme apo të brendshme, pra të dukshme apo të padukshme, përveç se devotshmëria është mbrojtje e fortë për shpëtimin prej saj dhe për të ruajtur nga dënimi i saj. Pra, takwa, devotshmëria ndaj Allahut, nuk është vetëm lënia dhe braktisja e gjunaheve, por devotshmëria, siç se kanë shpjeguar të parët, pra prej selefëve, dhe ata që erdhën më pas, është të veprosh ato që je urdhëruar dhe të lësh ato që je ndaluar, siç ka thënë Talq ibn Habib, një prej tabiinëve, Allahu më shëroft, kur ndodhi fitnia në kohën e Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ka qenë një mëkëmbës dhe i pushtetar gjakatar dhe i padrejt. Ai u tha, i thanë, a nuk po e shikon fitnën e Hajjajit, me çfarë na këshillon? Erdhën këtë Talq ibn Habib, ky tabiin i nderuar. Ai u tha, ruhuni prej saj me devotshmëri. Ata thanë, çfarë është devotshmëria? Ai tha, amelun bi ta'atillah, ala nuri min Allah, raja'a thawabillah, wa tarku li maharimillah, ala nuri min Allah, makhafata au khifata adhabillah. U dha për kufizimin më të bukur të devotshmërisë. Tha, të veprosh me bindje ndaj Allahut, me dritë nga Allahut, duke shpresuar shpërblimin e Allahut, dhe të braktisësh kundërshtimin dhe gjunahun ndaj Allahut, me dritë nga Allahu, duke pasur frikë ndaj shkimin e Allahut. Kjo është devotshmëria. Dhe Allahu lartësuar ka thënë në surën më të madhe të Kuranit, çfarë ka thënë? Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. E ka cilësuar Allah kush janë? Thot Alif Lam Mim, ky është libri që nuk ka dyshim në të, ose nuk ka dyshime në të. Udhëzim për të devotshmit, për muttaqinët, ata që besojnë në gajb, në të fshetën, e falin namazin dhe japin nga ajo që ne u kemi dhënë dhe kemi furnizuar. El muttaqin, pra, besimi i sakt, e përfshin besimin në gajb, kryerja e namazit edhe dhënia e zakatit edhe e sadakave, për asaj që Allahu subhanahu wa taala ka furnizuar. Pra Allahu i lartësuar i përshkroi të devotshmit se veprojnë vepra të urdhëruara, siç janë besimi dhe puna mirë, falja e namazit dhe dhënia e zakatit dhe sadakave që pasojnë atë. Dhe Allahu i lartësuar çfarë ka thënë? Ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar juve dhe ata që kanë qenë përpara jush, ashtu që të arrini devotshmërinë. Pra që nga objektiv devotshmëria. Dhe Allahu i lartësuar ka thënë ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kjo ajet i gjatë dhe i bukur në surën Al-Baqara, çfarë thot? Thot Allahu lartësuar në të, albir, pra mirësia, nuk qëndron vetëm në kthimin e fytyrës nga lindja apo perëndimi, namaz, por mirësia është të besosh në Allahun, ditën e fundit, engjëjt, librin dhe profetët, dhe të japësh pasurinë nga dashuria për të afërmit, jetimët, të varfrit, udhëtarët, lypsit dhe për lirimin e robërve, që të falësh namazin, të japësh zakatin, si dhe ata që i përmbushin premtimet e tyre, kur marrin përsipër ndonjë obligim, dhe ata që janë të durueshëm në skamje, pra në bashkëri, në sëmundje dhe në kohën e luftës, të tillët janë ata që kanë qenë të sinqertë dhe të tillët janë të devotshmit. Allah na bëf prej tyre. Sa i përket ndeshmërisë morale dhe pasurisë, shpeshherë përmenden së bashku për shkak të lidhjes ndërmjet tyre, sepse ai që përmbahet nga lypja, sa që ignoranti e mendon atë të pasur, se është i ruajtur, nuk ushtrin dorën njerëzve, nuk u lyp njerëzve. Allahu e pasuron atë, domethënë në zemër dhe në shpirt, sepse pasuria nuk qëndron tek bollëku, në atë që posedon, por se pasuria është pasuria e shpirtit. Allahu akbar. Prap, sjell dobi nga Sheikhul Islam ibn Taymija, Sheikh Abdulrazak, çfarë thot? Sheikhul Islam ibn Taymija, Allahu mëshiroft, ka thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka bashkuar pra midis ndeshmërisë morale dhe pasurisë, pra mosvarësinë nga njerëzit në disa hadithe.
Ndërto është fjala e tij ku thot në hadithin që përcillet në dy sahihet nga Abu Said al-Khudri thot: "Man yastaghni yughnihi Allah, wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah." Thot kush përpiqet të mos ketë nevojë nga të tjerët, Allah do ta bëjë atë të mjaftueshëm. Dhe kush përpiqet të jetë i ndershëm, pra që ruhet nga haramet dhe të dyshimtat, Allah do ta bëjë atë të ndershëm. Kush përpiqet, Allahu ta mëson atë gjë në cilën ti përpiqesh. Pra kujdes ti jesh pra për atyre që përpiqen për sifate dhe cilësi dhe ato që Allahu pra pëlqen dhe kënaqet dhe i ka urdhëruar ato. Po ashtu fjala e tij në hadithin e Iyad ibn Himar në Sahihun e Muslimit, ku thot pejgamberi selam: "Ahlul jannati thalatha, dhu sultanin muqsitun, mutasaddiqun muwaffaqin, wa rajulun rahimun rafiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, wa afifun mutaafifun dhu iyal." Allahu akbar. Thot pejgamberi selam, dëgjoni cilësitë ose disa nga cilësitë e banorëve të xhenetit. Thot pejgamberi selam, banorët e xhenetit janë 3 lloje. Sunimtari i drejtë, i cili jep dhe është i udhëzuar, njeriu i mëshirshëm dhe i butë ndaj çdo të afërmit dhe muslimani, dhe njeriu i ndershëm që ruan ndershmërinë dhe ruhet nga harami dhe të dyshimtat dhe ka familje. Pra nuk ju ushqen ata me haram, ruhet edhe njerëz. Ta përmendim të hadith se shumë i dobishëm, i kemi nevojë për të. Thot banorët e xhenetit janë 3 lloje. I pari, sunimtari i drejtë, i cili jep dhe është i udhëzuar, edhe i drejtë dhe s'është koprac, që jep nga pasuria që i ka dhënë Allahu dhe shpërndan pasurinë që i ka dhënë Allahu pra që ta menaxhojë dhe ta drejtojë, dhe është i udhëzuar. I dyti, njeriu i mëshirshëm dhe i butë ndaj çdo të afërmi dhe muslimani. Dhe i treti, njeriu i ndershëm që ruan ndershmërinë dhe ruhet nga harami dhe dyshimtat dhe ka familje, pra për cilës çfarë kujdeset që mos ju ushqej me gjëra ndaluara dhe i urdhëron për mi ndaluar nga e keqja. Po ashtu fjala e tij, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në hadithin për kuajt që gjendet në Sahih thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu që i mban kuajt me qëllim të mjaftueshmërisë dhe ndershmërisë, pa haruar të drejtën e Allahut në shpinën dhe në qafën e tyre, atëherë ata janë mburoj për të, pra nga zjarri ditën e llogarisë. Pra ka për qëllim këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë? Kuajt e luftës. Për kuajt e luftës kanë shumë hadithe. Ata kuaj që robi çfarë? I rrit dhe i stërvit dhe i përgatit që kur di urdhri për xhihadin e Allahut subhanahu wa taala çfarë? Të hypi edhe të luftoj në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Për çdo që ndar ka ardhur hadith që shpenzon për ta, je i shpërblyer. Ama me niyet që të jenë për Allahun subhanahu wa taala. Pra kuaj, lufte dhe përpjekje në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ku janë muslimanët që rrisin kuaj apo stërvitën apo përgatitjen që kur di pra urdhri në rrugën e Allahut subhanahu wa taala çfarë ti përgjigjen thirrjes. Po ashtu është transmetuar nga ai sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Men talaba al-mal istighna'an 'anil nasi wasti'fafan 'anil mas'ala laqiya Allah wa wajhuhu kal-qamari laylat al-badr." Allahu akbar. Thotë pejgamberi selam, kush e kërkon pasurinë pra të punosh. Pra Islami nuk e ndalon që robi të punoj, të ketë pasuri, të mbledhë pasuri. Por dëgjoj kush duhet të jetë qëllimi. Kush e kërkon pasurinë për të mos pasur nevojë për të tjerët dhe për të qenë i ndershëm, pa lypur, do të takojë Allahun dhe fytyra e tij do të jetë e bukur sikur hëna e plot, sikur hëna 15 vjeçe. La ilaha illallah. Pra ditën e llogarisë. Para shumë vitesh, kur kemi qenë në botën arabe, për kërkimin e dijes sheriatike, ke shekhat, doli një mesele, një çështje, pyeti shehu, tha, si duhet cilët muslimani sunni selefi etheri me pasurin? Dhe tha që dietarët janë ndarë në 3 mendime. 2 janë ekstreme dhe 1 është mesatar. Ka prej dietarëve që thonë nuk duhet pasuria, duhet asketisëm total.
Ka të tjerë, për ditare e Sunnit Xhamati, thonë që duhet pasuria. Muslimani duhet punojë dhe të ketë pasuri. Sheikhul Islam Ibn Taymija sjell një mesatare të artë, thotë parët tanë të mirë e kërkonin pasurinë dhe të bënin atë për ta shpenzuar atë në rrugt të Allahut. Pra u dash ka pasuria apo jo? Po me këtë niyet. Ta shpërndash, ta përdorësh në rrugën e Allahut subhanallahu. Ku gjen der të hajrit, ta shpenzosh, ta shkrish, ta japësh me të majtën dhe me të djathën, në dy duart, në bollok. Edhe pse suneti sigurisht që pasurinë ta japësh të sadakar me dorën e djathtë. Po ashtu fjala e tij sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Umerit dhe të tjerëve thot ma ataka min hadha al-mal wa anta ghayru sa'ilin wala mushrifin fakhudhu. Thot pejgamberi sallam, çfarë të vjen nga kjo pasuri, pa e lypur ti dhe pa e pritur atë, merr atë. Pa sigurisht jepi pra hakun pasurisë. Pra ai që kërkon pasurinë me gjuhën e tij, dhe kjo është e kundërta e ruajtjes dhe ndeshmërisë morale, ndërsa pritja me zemër është e kundërta e pasurisë, pra e mosvarësisë nga njerëzit. Pra edhe ta lypësh me gjuhë pasurinë, bësh tamaqar, e të lypësh njerëzve, dhe çfarë ta dëshirosh me zemër. Pra tjetë objektiv pasuria. Këto që janë të dyja pra probleme dhe të shërtuar në Islam. Ka thënë Allah lësor për të varfrit, yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf. I padituri i mendon ata se janë të pasur për shkak të ndeshmërisë së tyre morale, pra ruajtjes nga lypja. Allah i ka lavdruar këtë lloj të varfrish, që janë varfës provuar, por se la yas'aluna an-nasa ilhafa, ta'rifuhum bi simahum, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Janë të varfër dhe nevojtar, por se ti nuk i dallon ata, se nuk janë lypsa, nuk janë qeraman, nuk i lypi njerëzve. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Pra nuk u kërkojnë njerëzve. Domethënë për shkak se nuk kërkojnë dhe nuk lypin nga njerëzit. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laysa al-ghina an kathrati al-'ardi wa innama al-ghina ghina an-nafs. Pasuria nuk është të kesh shumë pasuri dhe plash materiale, por se pasuria është pasuria e shpirtit. Pra i pasuri në shpirt është ai që nuk e drejton zemrën drejt krijesave, sepse njeriu i lirsh bëhet rob kur ka lakmi, ndërsa robi bëhet i lirë kur është i kënaqur me atë që ka. Është thënë, pra kanë thënë selefët, kanë thënë dikush nga poetët për selefëve, ju binda lakmive të mia dhe ato më bën rob. Pra kur robi që nga lakmiqar dhe tamaqar, çfarë? U bë ka rob, edhe pse është i lirë. Pra bëhet rob çfarë? I lakmisë së tij dhe bëhet rob i njerëzve. Nuk jemi krenar, nuk jemi i pavarur, nuk jemi robi Allahut. Se dy janë robrimet. O do i robrohesh njerëzve, veseve, tekave, o do i robrohesh Allahut subhanahu wa taala. Pra ti je i nevojshëm për të ndjesh që je i varfër dhe i nevojshëm dhe nevojtar për Allahun subhanahu wa taala. Ai pra i ruajtur i urren që zemra e tij të ndjekë atë që syri e ka shpresuar, që të mos mbes në zemër varfëri dhe lakmi ndaj krijesave, sepse kjo është në kundërshtim me tawakkulin, mbështetjen, dorëzimin total tek Allahu subhanahu wa taala. Me tawakkulin e urdhëruar, pra mbështetjen tek Allahu dhe në kundërshtim me pasurinë e shpirtit. Këtu mbaroj fjala e Sheikhut Islam Ibn Taymiyas dhe me kaq që mbyllim mësimin për sot, lutem Allahun ta bëjë atë dobishëm, na bëj dobi me të na i pastroj smundjet e zemrave, prej tyre është lakmia, tamaqarllëku. Allah na bë të pavarur nga njerëzit dhe na bë gjithmonë nevojtar prej tij dhe për të, dhe t'i lutemi vetëm atij. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Allah, të kërkojmë udhëzim dhe vëshmëri, pastërti morale dhe pasuri. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Zoti ju jepna në këtë botë të mira dhe në botën tjetër të mira, dhe na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.